Unë mendoj se të qenit apo jo prindër duhet të jetë zgjedhje vetjake personale e gjithë secilit. Është një çift ai që e vendos nëse do të bëhet apo jo prind, është secili individ ai që e vendos dhe jo vjeri, vjera, komshiu, lagja, se çfarë do të bëjë çifti. Pra, nuk duhet të interferoni në vendime të tilla kaq të rëndësishme vetjake. Jo çdo kush është i gatshëm të jetë prind, jo çdo kush e meriton të jetë prind, kështu që mos jepni këshilla të pavënda sepse njerëzit sot janë mjaftueshëm të rritur sa për ta ditur se çfarë do të thotë të jesh prind dhe për të marrë një vendim nëse duan të bëhen apo nuk duan të bëhen prindër. Gjithashtu më vjen shumë për të qeshur, por në ditë kohë edhe inatosem, kur shikoj komente të ndryshme në postime të ndryshme, sidomos nga burrat, të cilët këshillojnë dhe japin mend grave që me gra si puna juaj do të vi fundi i njerëzimit, lindni fëmijë, se kështu nuk funksionon jeta, keni ardhur në këtë jetë për të lënë pasardhës e të tjera. Do ju thoja këtyre burrave që së pari një herë jemi aq shumë njerëz në këtë tokë, saqë toka është mbi ngarkuar, mos mendoni se ka nevojë më për fëmijë të tjerë. Jemi 8 miliard banor dhe gjysma jetojnë në varfëri, kështu që nuk përfundon njerëzimi se nuk i lindet disa çifte fëmijë. Sepse fundja fundit njerëzit janë të gjithë në mendje të ndryshme. Disa duan të lindin, disa nuk duan të lindin. Dhe së dyti do ju thoja këtyre burrave që provoni juve vetë një herë të lindni fëmijë, të mbani në barkun tuaj një fëmijë dhe pastaj jepini mend grave se çfarë duan të bëjnë. Provoni të mbani 9 muaj në barkun tuaj një fëmijë dhe pastaj thoni se ti nuk je një grua e mirë dhe kështu si po sillesh ti do të marrë fund njerëzimi. Nuk e dini se çfarë është lindja e një fëmije, mbajtja e një fëmije, dhimbjet e lindjes e të tjera. Kështu që po u dhat mend për njerëzit e tjerë, shikoni jetën tuaj, edhe një herë lindja apo të bërit prind është dhe duhet të jetë një zgjedhje personale dhe në këtë vendim nuk duhet të ndërhyjë askush tjetër. Ju përshëndes, kalofshi.